e kishe mësuar të lloj zanati. Nuk thoshte ndonjëherë që pse sikë? Jo, nuk ka absolutisht. Shqipëria është edhe uti. Kanë ikur në Itali vetëm në 1989. Iku babai, pasandaj vajti atje, u kthye, gjyshi i ka shkruar një letër direkt enverogjes tonë, kështu, që të merrte maman, edhe pastaj ikën prapë në bashkë me maman. Ndetën sa muaj dhe erdhën prapë. Që nuk lejuan domethënë 89 të se nuk ishte rregulli që nuk mund të ikëshe kështu familjarisht. Por pastaj jetuan në Itali ata aty? Jo, ata kur ikëm të gjithë ne, domethënë u kthyen dhe ata sepse edhe këtu situata u rënduar shumë. Madalena, kur keni ikur ju në Itali? Unë kam ikur e fundit nga familja, kam ikur në 93-shin, se ndodhi që im shoq, Shpëtim Moglica, ish oficer, në 45 vjeç qeveria kur kaloi nga qeveria si që ishen përpara, kaloi në demokratiken, Sali Berisha i nxori në gjithë oficerët në lirim. Kështu që unë punoja në atë kohë në shtypshkronjën 8 nëndori, si korektore e gjuhës italiane, dhe isha i detyruar të mbaja unë familjen, vajzat ishin të treja në shkollë, buri pasaja kur e pa keq, se ngeli pa punë këtu, këtu jemi në Itali gjanë, po në Shqipëri, i nxori në lirim të gjithë oficerët, atëre qeveria italiane, me ndryshimin e politikës në vend, ju bëri thirrje dhe i tha të gjithë italianëve që kishin ngerur në Shqipëri, po mund të shkonin në Itali, edhe ata në bën dokumentat të tërve familjarisht. Dhe ikët, po. Edhe iku im shoqi pari, se ai domethënë ngeli pa punë, unë e kisha punën, të tërë familjarët e mi, mamaja, babaj, motra. Dua të di për varin e Anunciata Fiores, ku varos ajo? Në Lecce. Partizania shqiptare. Partizania shqiptare, themusa ajo ishte me ne. Italiane, ka qenë vetmja femër partizane nga partizanët italianë. Ku varos në një varez? Jo, iku me famë, krijoj familjen në Itali, në Lecce, u martua, 3 vajza, domethënë vetëm se vuonte, edhe vdiqja dhe ka varin në Lecce. Në Lecce? Lecce, nuk atje kam... Varësat publike të qytetit nuk pati asnjë nderim, domethënë si ish partizan? Jo, mori medaljen e artë atje. E pra këtë duhet di? Jo, mori medaljen e artë në Itali, edhe këtu u vlerësua nga shteti shqiptar me medaljet e që takonin. Edhe se pak kohë ndëjti, po vajti. Sepse me thënë drejtën, gjesti i saj në i mosh pamushur 14 vjeç është një gjë e veçantë që po ajo duke u njohur me partizanët, duke situatën e tjera e krijoi brenda vetes ti saj me fjalë të detyrën që dalë dhe unë partizane. Zonja Cana, ju e keni ditur këtë histori të kësaj partizane? Do më dhe në Shqipëri është ditur? Jo, histori të tillën edhe unë po e dëgjoj me shumë vëmendje dhe me shumë interes, sepse në ushtrit pushtuese nuk ka femra. Nuk e një historia këtë gjë, po fakti që Anunciata është futur në rreshtat e ushtrisë nacionale shërimtare shqiptare është një vlerë e jashtëzakonshme dhe një rast vërtet i jashtëzakonshëm që vlen të përmendet. Përsa i përket krijimit të batalionit Antonio Gramsci dhe mobilizimit të ushtarëve italianë që erdhën si pjesë e një ushtrie pushtuese dhe u shndrua në çlirimtar, në fitimtar të luftës antifashiste, është një periudhë shumë intensive e kujdesjes që bëhej në vend, e punës me njerëzit, e punës që bënte shtabi i përgjithshëm i ushtrisë nacionale shërimtare, Partisë Komuniste që udhëhiqte luftën nacionale shërimtare, por që, si të thuash, zuri vend në këta njerëz që tradhtuan interesat e fashizmit dhe u bashkuan luftës nacionale shërimtare, antifashiste, sepse dhe këta kishin edukatën familjare antifashiste. Domethënë, nuk ishte rastësi që këta luftëtarë u bashkuan shumë i madh. Fillimisht 20.000. Fillimisht ishin 170 partizan që u bashkuan dhe formuan batalionin Antonio Gramsci me komandant Tercilio Cardinalin. Dhe ndërkohë partizani italian kishte edhe informacione të tjera të ushtrisë nacionale shërimtare, po kështu ishte dhe batalioni në Vlorë, në jug, në përbërje të brigadës 5 partizane, por ishte shumë e rëndësishme që ky batalion
ky batalion u shndrua, u rit dhe u shndrua në brigat dhe pastaj në divizion dhe në 1945 në shpërcjell si formacion i rregullt ushtarak si divizion në drejtim të Italisë për riadesimin dhe është për të vlerësuar sidomos dhe vlerësimi që ka bërë komandanti përgjithshëm i asaj kohe, domethënë Enver Hoxha, duke thënë që ne tek ju pam të dallueshme qeverisjen dhe pushtuesit fashist dhe njerëz dhe thjesht që ju përkushtuan antifashizmin. Dhe rikthehemi përsëri te historia, se në fakt një prej arsyeve pse këto histori nuk kanë ardhur te njerëzit ka qenë edhe propaganda, ju e dini, ka gjithmonë propaganda. Dhe sa më shumë të dëgjosh propaganda, aq më shumë të bëhet kështu si tym përpara dhe s'do t'ja dish. Historitë personale janë ato që ngacmojnë. Mua kjo histori më ngacmoi të bëj këtë emision, realisht. Dhe një fakt për të cilin nuk kemi qenë të qartë. Më thënë, nuk kemi qenë të vetëdijshëm që në kohë lufte të hapësh dyert për 20.000 italian. Është e jashtëzakonshme. Kur ti s'ke bukë, kur ti s'ke siguri, kur ti s'ke asgjë. Dhe për më tepër 2000 prej këtyre të na bashkohen në luftë, jo se s'kan ç'bëjnë, se mund të rimin të strukur diku të fshiheshin, por jo, ata u bashkuan dhe luftuan. Anunciata ishte në punë të vet, në Kamës, bënte tagliatelle. Jo, e iku partizane. Dhe ra në minat e gjermanëve, domethënë është në Tamar, në Kelment, tek liçeni i Cemit. Është e jashtëzakonshme e gjithë historia. Dhe keqardhje e madhe që koha me bardhëzinë e saj dhe me nuancat e saj na ka bërë të mos flasim për këto gjëra. Duhet flasim dhe të krenohemi. Ndërkohë, duke folur për partizanët, nuk është vetëm halla juaj partizane, është nëna. Ju përmendët nënën, thatë nëna ishte partizane, jo baba, ja ku është nëna? Nëna, Vlonjatja nga Muradie. Kam fotografinë, të lutem regjia që të jetë më mirë në ekran, po, është ajo. Është Dëndyshe Ymeraj, Fiore. Në këtë moshë është 18 vjeç dhe është partizane e brigadës së Pest. Sulmuse. Heroj popullit. Ka vajto deri në Vishigrad për të luftuar me brigadën e Pest. Edhe janë kthyer. Nëna juaj ka luftuar në Kosovë. Në Kosovë. Për shqiruar Kosovën, se brigada e Pest vajti antje për të ndihmuar edhe për të ndjekur Gjermanët deri jashtë territorit të Ballkanit, ose të pak në Kosovës. Ama çfarë jete ta mendosh, çfarë jete, do doja edhe Madalenën këtu që të ishim bashkë të tre për të ndarë një moment familjar. Çfarë jete, do të thënë nëna 18 vjeç partizane. Halla juaj 14 vjeç partizane. Komplet familja e mamas ishte Si? Komplet familja e mamas dolën në brigadën e Pest. I vllai, i nipi, më thënë Babaçe Faiku, vllai Babaçe Faiku, Yzedin Imeraj, Sezai Imeraj, dhe plus vllai tjetër, Ziniu, që edhe u torturua, heroj popullit, torturua nga gjermanët duke i prerë mustaqe, duke i nxjerrë syt i kanë nxjerrë atia, dhe nuk u dorëzua me një fjalë. Kush është ai? Ai është Daja, Zini Imeraj. Ai nuk ishte partizan, po ishte në fshat, edhe erdhën ballisët i thanë, na tërgo ku jam fshehur partizanët, domethënë ku jam fshehur vëllezërit e niprit e tij. Edhe ai nuk tregoi fare. Filluan mustaqet, ja dogjën syt, ja hoqën dhëmët një nga një të gjitha. Edhe kjo është shkruar kjo histori e tij në Bejtoris Historikun e brigadës Pest. Në volumin e 11 është kjo. Brigadës Pest. Jo, brigadës, është në volumin të yjet e pashuar. Yjet e pashuar. Është histori e tij komplet atje, janë 2 faqe ku thuhet që si vdiq me fjalë. Edhe pse ai nuk tregoi njerëzit. Ndërkohë, mund të pyes edhe për diçka, për kulturën e grave në luftë, domethënë si ishte ky fakt? Si pranoi nga familja që një grua të shkonte partizane në rastin e nënës suaj, ose në rastin të hallës, si e lejuan ata vajzën të shkonte, domethënë. Atje me këmbgulin e saj për hallën. Halla me këmbgulin e saj vendosi. Kurse mamaja ka dalë partizane 16 vjeçe, nga Vlora ikën 5 vajza vlonjate, vajtën në Kuç për të bërë infirmiere, që të mbanin, vilez edhe ka shkrime dhe për maman, se kanë shkruar disa. Shkuan, po pse në Kuç, apo në Kuç ishte baza? Në Kuç ishte kryeqendra e komandës Jugut. Dhe atje erdhën dhe doktor italian që ishin edhe i ndihmuan për të
për të mësuar zanatin e infemieres, edhe këto ishin infemiere të formacioneve partizane. Ashtu ka qenë dhe mamaja ime. Madalena, po, kështë diçka? Ta. Ka kush ka qenë tjetër? Mamaja ime. Edhe mamaja. Mamaja ju ka qenë gjithashtu? Mamaja dhe babai kanë qenë partizane.